sigurisht diapazoni të mendimit ti ka fillu mu zgjeru specifikisht 5 vitet e fundit për me pregadit Zoti i Madhreshëm me pranu shpalljen. Pse? Sepse që kjo shpallje, që kjo fe xhamati dashur, që kjo fe e jonja. Feja jon don men. Don men, pse don men? Se që ky pejgamberi i Zotit që ka me pranu shpalljen, normal, te pjesa e pranimit shpalljes s'ka nevojë, s'do men kjo pjesë, sepse kjo është shpallje. Tash ti mu qu, jo 5 vjet, ti mu qu 1000 vjet me minutë, ti s'mosh profet. Domthon Aristoteli, Platoni janë kon goxhat machum, po s'janë kon pejgamber. Profecia nuk arritet ty lexuat tu buj machum. Profecia është dhurate e Zotit Manushem. Po pse duhet menja tani? Sepse kur të marrësh tash me zbrit që të fe në teren, në shoqnin ku jeton ti, këtu duhet men. Men për me njoh realitetin dhe men për me dit me zbrit që të fe në realitet. Këtu ekziston një pjesë e madhe e problemit sot që kanë herë ne e njohum fen, nuk e njohim mirë jetën. Për që ta historia islame çka thot? Lexon e historinë e dietarëve. Dietarët nuk e kanë jes mshelin që kanë najt mrena. Gabim, shumë fatal gabim. Gjithë ditën në librari. Nuk janë kanë çështu dietarët. Ata kanë najt në biblioteka, në libraria, kanë lexu. Ata janë kanë njerëz për ditëshmërisë. Sahaxhi, tregtar, punëtor, ka pas ato. Pse? Sepse ai ka pas nevojë me një realitetin ku jeton. Ka pas nevojë me një hallet e njerëzve ku jeton. Pse? Sepse që të feqen jetë, ti du të mja zbritë që të një njerëzve me cilët ti jeton me ta.